në zemër të kontinentit afrikan, aty ku toka ngrihet drejt qiellit dhe historia shtrihet për mijëra vjet, ndodhet shteti Etiopia, një nga civilizimet më të vjetra të botës. Etiopia gjendet në Afrikën Lindore, në rajonin e njohur si Briri i Afrikës, ku kufizohet me Eritrenë në veri, Gjibutin në verilindje, Somalinë në lindje, Kenya në jug, Sudanin jugor në jug-perëndim dhe Sudanin në perëndim. Kjo pozitë gjeografike e ka bërë Etiopinë një nyje të rëndësishme historike mes Afrikës, lindjes së mesme dhe botës mesdhetare. Relievi i Etiopisë është ndër më të veçantit në Afrikë. Pjesa më e madhe e territorit përbet nga pllajat e larta malore, duke i dhënë vendit nofkën qatia e Afrikës. Në veri shtrihen malet Simien, ku ndodhet maja më e lartë e vendit, Ras Dashen, që ngrihet mbi 4500 metra mbi nivelin e detit. Këto malet e thepisura, grykat e thella dhe shpatet dramatike krijojnë një peizazh të egër dhe madhështor. Nëpër Etiopi kalon edhe lugina e madhe e Riftit, një qarë gjigande gjeologjike që ndan kontinentin afrikan. Kjo lugin ka luajtur rol vendimtar, jo vetëm në formimin e relievit, por edhe në historinë e njerëzimit, pasi rajoni konsiderohet si nga një djepat e parë të jetës së saj njerëzore. Etiopia është gjithashtu një vend i pasur me ujëra, këtu bëron Nili Blu, një nga degët kryesore të lumit të madh Nil, që fillon udhëtimin e tij nga liçeni Tana, ku për shekuj me radhë ky lum ka qenë burim jete, pjellorie dhe konflikti për civilizimet përreth. Historia e Etiopisë nisi në lashtësi. Në këto troje u ngrit mbretëria e Aksumit, një nga fuqitë më të mëdha të botës antike, e njohur për tregtinë, monedhat e saja dhe lidhjet me Romën, Indin dhe Arabin. Në shekullin e 4, Etiopia u bë një nga shtetet e para në botë që pranoi krishtërimin si fe zyrtare, duke krijuar një traditë fetare që vazhdon edhe sot. Në kohën e Arabisë së Vjetër, Etiopia është quajtur edhe si Abisinia. Për dallim nga pjesa më e madhe e Afrikës, Etiopia nuk u kolonizua përfundimisht kurrë. Edhe pse u pushtua përkohësisht nga Italia fashiste në vitin 1930, populli etiopian rezistoi dhe rifitoi lirinë e tij. Kjo e ka bërë Etiopin simbol të krenarisë dhe qendresës afrikane. Në epokën moderne, Etiopia u shndrua në një republikë federale. Kryeqyteti i saj është Addis Abeba, që do të thotë lule e re. Edhe sot, Addis Abeba jo vetëm që është qendra politike e vendit, por është edhe selia qendrore e Unionit Afrikan, duke kthyer qytetin në një kryeqendër diplomatike të kontinentit. Monedha zyrtare e Etiopisë është birri etiopian, ndërsa vendi drejtohet nga një sistem ku presidenti ka rol vetëm ceremonial dhe pushteti ekzekutiv përqendrohet tek kryeministri i vendit. Aktualisht, kryeministri është Abiy Ahmed, ndërsa presidenti është Taye Atseke Selassie. Sot Etiopia mbetet një vend kontrastesh, traditë dhe modernitet, fe dhe politik, paqe dhe sfida, por mbi të gjitha, ajo mbetet një dëshmi e gjallë se historia nuk jeton vetëm në libra, ajo jeton në male, në lumenj dhe në shpirtin e një populli që nuk u përkul kurrë.